Mi po realiteti Hollandës e imagjinon me realitetin rural shqiptar. Atje. Ne kishim një skem tonën, 90 bashkit urbane vete, bashkit lokalet, që të ketë përfaqësim demokratik, të ketë eficiencë administrative, të kursejnë sa para atje, dhe të ishin, si me thënë, gjithse kusht bënd të punë e vete. Tirana, edhe për efekt demokracisë, mendoni ju që mund vinë një 200 vota, 300 vota, ma tanë, ku e di maleve, dajtit e këtu, edhe përcaktojnë kryetarën e bashkisë Tiranës dhe është e drejtë kjo, për së është drejtë farë. E njëjta gjë për Firin, kuptoti, e njëjta gjë për Durrësin, për Shkodrën, për Korçën, për qytetet e mëdhaja. Këto bën këtë, vazhdojmë me këmbgulje këtë, kostot janë rritë, janë rreth 100 milion më shumë shpenzimet në vit. Kanë dhe janë 370 milion i kanë borgje që si e kanë lashtë shtetit shqiptar. Kjo është efekti reformës administrative. Unë kam kurajnë të them që punat parë do të bëjmë edhe këtë. Po këto janë temat mëdha, nga njëri duke njerëzve që janë larg nesh, jo, më këto janë afër jush. E treta, kemi në zgjidhjen tonë politike edhe kushtetuese. I kena dalë për zotë shpakët. Të fut ty në burg, qitë mu prej burgu është punë për to, a mund nga bëjnë sot dush, a ka të korruptu midis tyre, mundet. Po e vetëmja shtek që kemi për ta pastru lumën e Shqipërisë, e vetëmja armë, po theme, vetëmja lopat, quaj si dush. Atje është kërë, s'kemi armë tjetër, sot për sot. Problemi është që të dy e kanë premtuar ndryshimin, qoftë PD-ja, qoftë Edi Rama e kanë premtuar që do fusin duart e SPAK. Po pra, ne themi mos i futni duart. Ne do i dalim, i kemi dalë për zot deri më sot. Po u hymë në parlament, do i dalim sigurisht që s'kemi për t'i leju që të fusin duart. Po pse të thash, kjo është vetëm një shpresme, ka ngreti lloj entuziazmi, pak të moral, që do të thotë, i keqi do pagu ka një ditë, siç se populli kërkoi dhe i lloj shpagimi, që qeket i vidhke, po mrika, jo për gjithë, se këtu i bite të shumë, pëzaj, po gjithsesi dikush pagun ka. Si me thëmë, vika njërë haka ke i Zotit, si që thotë populli, këto. Ndërsa kështu deri dje, pas s'kishe kuraj njëri me i prej këto. Këto e morën gjithë Shqipërinë, e morën zvarër, e ndanë me shpijat e vetër, me kunetrit, me dhëndrët, me atje, këto, edhe shqis nuk i vjen turm nga kjo punë. Edhe atëherë i turën atyre. Atje, pse po bëjnë detyrën e vetë ato? Sa ato që kur ndërtun, për çfarë ndërtun ato? Ato nuk ishin skuadër basketbolli që ja do a rregullojmë apo jo. Ato për këtë punë janë ndërtu, për të fut njerëz, për të dënu, burg, drejtë tot, atyre që i takon, si mas ligjeve që i ke bërë po ti, se ato nuk është se prodhojnë ligje të SPAK-ut, se ka njerëz se kuptojnë, populli. Ato i dënojnë njerëzit me ligjet që kemi bërë ne, politika. Por gjithsesi duhet i dënonin. Politika, në fakt, i ka gjithë instrumentet e veta, po të ketë dinjitet ta vetë pastroj vetë. Dhe në fakt gjithë botën kështu ndodhë, ato merret një shkak, një sebeb, si që ndodhi në Italinë e 90-ës, manipulite, po u përmbys një histori politike, një klasë politike, që gjithsesi nuk ka qenë, unë kam jetu dhe atë ko, atje s'ka që problem sa këtu, me thënë drejtën, ato i kishin fut durët ke parat. Ata deri 10% dhe kishin fut. Jo, vetëm ata, po ato kishin fut durët ke parat e shtetit. Po jo ke demokracia e shtetit, jo ke institucionet e shtetit. To e ka marrë gjithë për para, po të disës. Kështu që ne mbështesim ato. Edhe kjo është një pikë që në ndanë nga këto kolegët tjerë. Dhe me thënë, 3-4 pika për sa i përket ekonomisë, 3-4 pika për sa i përket historisë tonë shtetëformuese, kushtetut, ligj zgjedhor, mbështetje ndaj drejtësisë së re, dhe 3-4 pika nga këto socialet për cilën kemi identifikuar që gjë e më rëndësishme sot për sot, është që kjo masat paktën një 200.000 vetë, që janë gjithë ke 150.000 lekë pension, ti japim dinjitetin që vitet e fundit ti jetojnë si njerëz, jo në pasurie, po të mos i ndoshta do jetojnë dhe në varfëri, po jo në mizerje. Ka që kemi kërku, dhe me thënë, këto janë disa nga pikë. Mos ashtu ndihmën me batanierë. Kjo është i gjitha, programi jonë, politika jonë, njerëzit janë ndershëm, kështu që ajo lista mbaroj, s'doli asnjë prej nesh.
atje në provori s'është thërrit njëri prej nesh deri më sot. E s'kemi gjëndorire se aty, po gjithë se si. Atje, që këto janë qatë vlera, po i që mund shqiptarët, t'ikin të hodhin votën, ne jemi numërin 9. Atje shkron numërin 9, djathas për zhvillim, dësha mirë që i poshtë, kjo është koalicioni jonë. Tashi, unë nuk mund, jam lodhë shumë për t'i bind njerëzit e kush kuptan, besoj ato tjere të bëjnë se kur s'kuptojnë. Se në fakt po t'i pyetish disa që, po jo po thot, po ti ke bërë këtë, po pse si ke thënë kështu? Jo për të s'kanë që thënë se ke gjithë jetën në vozim. Jo më kujtohet gjithë një e zopi, sot shkollat s'bëjnë më asë zop, po ne e bëjshëm kujshëm. Që i thot e i poshtë, po ujë, thot, ti më turbulon ujtë, po thot, po që turbuloj ujtë, unë jam të poshtë, dhe djetë sipër jeti. Këto sipër kanë qenë këto. Ne nuk e kemi të turbullu do të ujtin, se s'kemi qena qitë zotë për të sipër. Ne kemi qenë këtu poshtë, se po të kisha mundësi, jo që doja kisha turbullu ujtin, po doja kisha pre ujtin fare. Por realiteti është kjo që ka mundësin, këtë bëj, flasë, shpresoj që të më dëgjojnë, dhe uroj që të më votojnë. Zotë Shej, keni shpresë dhe të vota imigrantëve? Kam. Më thënë drejtë, kam shumë. Sepse ndikon shumë media. Kam shumë, sepse e shofë që marrin telefon, flasin, qojnë mesazhe, që më thënë drejtë, unë kam një defekt, nuk është se i përgjigjem gjithë tyre Facebook, se do dhe koja, do dhe nervë ka jere. Se dikush që fut dhe nejtë shanë, shë me ndonë që këndajgjat e vetën e vetë, po realiteti është kjo. Unë kam shumë besim, të thashë, sepse ato jetojnë një realitet më të mirë sa ne. Paktën janë jashtë represioneve të mëdha, ndaj dhunës territorit që e kemi ne, ndaj dhunës organeve financiare, jo tatime, jo takse, ndaj frikës për administratës publike. Të gjitha këto si kanë. Jetojnë dhe i realitet, një habitat kultural, demokratik, sigurisht më të mirë sa tonin. Edhe ai djali që është nis nga fshati atje punon ka 5-6 vjet, 10 vjet në Gjermani, mekanika, morator pa rëndësika. Jeton në një realitet që ka sindikata, që ka liri, që kryeministrat hikin e vina. Shisa ka ndru Angli, ato janë 100 sa minë Angli, e shohë që është demokracia e vërtet. Edhe Zoti Rama besoj që ka ndru një 7-8 kryeministra anglezë, do më thani bigi këtë jetë lordi më i vjetër. Viskont do të kështë bërë mbretëreshe. Kështu që kjo është, prandaj ato e kuptojnë dhe unë besoj që po të votojnë, jashtë tifozlikut partijak. Dhe prandaj jam prej tyre që jam ngritë kundër kësajt, u gjymit që të shkojmë, të fusim na për salat, bërë rasi. Sepse kjo pasaj nuk është më zgjerim i demokracisë shqiptare, i lirisë shqiptare. Kjo është vazhdimi segmentit politik, zgjatimi segmentit politik shqiptar. Që praktikisht i bigji, si që votojnë tu, do votojnë ato atje. Prandaj, po të kisha mundësi të kthesha ligjin mbrapshe dhe në qofë se do jem do a kthej mbrapshe, do i shtoja një nen. Dalohet propaganda e partijeve politike jashtë. Për ligji i bëm dhe armiq me njëri tjetër. Ato ishin miqme, ishin vlezër, se emigracionit bën solidar. Se do ndihmosh njëri tjetër, rrinke një të kafe. Tashi ato u kujton, që ca janë nisë prej PS-s, ca janë nisë prej PD-s. Edhe u i them me shaka që me datë 12 duhen 2 palë kafe për shqiptarët, se një do jetë me rozë, një do jetë me blu, se për para rrishin e i kafe, se ishin shok me njëri tjetër. Por unë shpresoj ka ato shqiptarë të qetë atje që gjykojnë, edhe që janë të informuar, pëse kush informojnë ato që ndjekin pak media, që do votojnë nga kuzhina e vetë, jo nga klubi ku i ka thërrit partia, që do votojnë atyre ke kuzhina e vetë, shtëpia, se pra ne u bëme poskë, që të punjën burë grua dhe thonë, ora, doja japim ati dashën, si kur thonë ca fjallë, apo jo shbën kur këtë, doja japim ati tjetër. Ta provojmë me edhe herë dashën. Pra, këtë them unë dhe kjo do ishë një kontribut, jo thjesht për numër votash, por dhe si shkallë emancipimi. Ne kemi bërë dhe i gjë tjetër, grupi jonë, që se kam bërë tjetër. Ne kemi në listat e kandidatëve, gati 11 vetë që janë nga diaspora realisht. Po janë nga diaspora. Se këta të tjerë thanë do të abim pas që bënë gjurë për kur vje puna, se këto e ka listë mbëllë. Që thot argjoj një deputet unë atje.
Ndërsa ne duke pas me listë hapur, sigurisht që e kemi pas më të lirë. Se i themi, o zotëri, ja ku është listë. Kontribo, ke votat e tuja në Shqipëri, ke dhe avantazhin që mund të bledhe dhe sa. Atje, ke ku është ai. Edhe kështu që kemi vënë goxha njerëz, po i kemi vënë edhe për sensin që këto të jenë protagonismë, të jenë pjesëmarrës, të involvohen në këtë lloj procesi. Se jam i sigurt që herën tjetër ato do kërkojnë njerëzit e vetu. Unë bile si lutem ja dy që këto që janë të shoqatave, të organizatave që i kanë përfaqësuar ndaj na përzyra, hajde më. Ka ardita juaj. Ndoshta nuk fitoni, se unë listë hapur kam. Nuk fitoni, po një protagonizëm da bëni. Një emër krijon. Po, një emër krijon. Del nga ajo mesatarja, investohesh këtë fushë, vjen hera tjetër. Vjen pas 4 vjet. Por një njeri që merr 1000 vota në Tiranë, është dikush i këtyre. Se njerëzit mendojnë është absolutisht dikush. Janë sa që bërtasin me 4000 vota, si kanë fatin në një parti. Këtu, për ato them që duhet merren me këtë fushë, ose këtu mund të marrin vota, je një sipërmarrës, ti merr votat e punëtorëve, bizneseve tuaja, po ai që është investuar në këtë fushë i ka dalë për Zot, që e bën me dëshirë. Por kjo lloj pune, kjo lloj zanati, nëse nuk je pasion, nuk shtyj përpara. Ca ego pozitive, po them, nuk bëhet. Kështu që kjo është e gjithë historia zgjedhore deri më sot. Do ta shikojmë deri në fund si do shkojë. Zoti Shehu, unë ju uroj suksesa. Rraf, shumë faleminderit edhe. Desha t'i kujtoj që jemi 9, gjithsesi. Okej. Faleminderit për juve që na ndoqët. Numri 9. LZK-ja Da Shehi. Faleminderit, natën e mirë.